Një ndër aksionet më të mëdha të viteve të fundit të SPAK ka rezultuar në sekuestrimin e pasuriveve me vlerë të përdogaritur rreth 1 miliard euro pas goditjeve të dy grupeve të dyshuara kriminale dhe bashkëpunëtorëve të tyre në biznes. Në qendër të hetimeve qëndrojnë struktura të lidhura me Luciano Koçekun dhe Alfredo Hamzain, si dhe një rrjet biznesmenësh që dyshohet se kanë shërbyer si ndërmjetës për qarkullimin dhe pastrimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës. Masat e marra kanë prekur një gamë të gjerë pasurish duke përfshirë apartamente, vila luksoze në zonat bregdetare të jugut, automjete, toka, garazh dhe aksione dhe llogari bankare të shpërndara në emra të ndryshëm të individëve dhe kompanive. Ndaj Ilir Shtufit janë sekuestruar një numër i madh asetesh përfshirë biznese, 23 apartamente dhe 106 garazhe, si dhe një sipërfaqe prej rreth 2000 metra katror në zonën e Green Coast, ku planifikohej ndërtimi i vilave dhe një pishine. Një tjetër sasi e konsiderueshme pasurie rezulton e lidhur me Luciano Koçekun, ku përfshihen lokale, palestra, llogari bankare dhe aksione, përfshirë edhe pasuri të bashkëpronësisë me persona të tjerë të hetuar. Hetimet kanë prekur gjithashtu Erion dhe Adrian Ramon, të cilëve u janë sekuestruar vila në Palas, ndërsa mbi 1.6 milion euro të përfituara nga shitjet e disa pronave janë gjetur në llogari të tyre bankare. Në listën e pasurive të sekuestruara përfshin edhe prona në zonën e Rolling Hills, vila dhe apartamente në Jal, si dhe kompania Krion 83 me aktivitet në Tiranë dhe Prishtinë lidhur me personat hetuar nga SPAK. Ndërkohë, ndaj Adrian Zykajt janë bllokuar llogari bankare, gomone dhe sipërfaqe toke, përfshirë biznesi makinave luksoze me qira Top 7, është vendosur në sekuestro pasi dyshohet se shërbente si mbulesë për aktivitetin kriminal. Në kuadër të hetimit për çështjen e Zvernecit me vendim gjykate, janë ekzekutuar gjithashtu sekuestrime me mbi më shumë se 128 milion euro të lidhura me transaksione të kryera përmes një notere që dyshohet se janë përdorur për skema të ndryshme të qarkullimit të parave. Paralelisht me këto masa, SPAK ka firmosur edhe një zë urdhër sigurie ndaj personave të dyshuar, ndërsa operacioni vijon ende për identifikimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera të lidhura me rrjetin kriminal.